gjatë viteve të hershme të 20-ta, revolucionit portokalli, dhe pastaj në lindjen e mesme me involvimin e tyre me baza ushtarake në Siri, posaçërisht me bazën e tyre ushtarake në Latakia, që tani e kanë çmontuar dhe janë tërhequr nga aty. Pra, thoni, nuk është duke luajtur rol në raportin që e ka me Iranin aktualisht në kundër Izraelit, që është aleati më i madh, po e quaj kështu, edhe strategjikisht edhe Bashkuar Amerikë. Që ata do të vazhdojnë që të tentojnë të shtrejnë ndikimin e tyre dhe destabilizojnë edhe Ballkanin. I shohim ngjarjet dhe zhvillimet tona sot në Kosovë dhe në Bosnë, po posaçërisht gjithashtu edhe në lindje të mesme. Mirë, po siç e thash, veprimet janë kryesisht në parandalimin e shtrirjes së ndikimit politik dhe ushtarak të Sa është realiste të pritet ndryshimi i regjimit të Iranit që daton nga viti 1979 me ardhjen e Homeinit edhe me dëbimin me një farë forme ose me braktisjen e shahut Reza Pahlavi, se ditëve të fundit kanë parë edhe adresime nga pasardhësit e tij, nga princi që i bie, nga trashëgimtari i fronit që i drejtohet popullit iranian për ndryshime radikale. Deri më tani ndikimet nga jashtë nuk kanë sjellë ndonjë ndryshim tek regjimi ajatullahist. A është ky momenti kur mund pritet një ndryshim drastik? Po i takon popullit Iranit të vendosin se kur ata do të kenë fuqinë, vullnetin, përgatitjen që të kërkojnë dhe të realizojnë aspiratat e secilit popull, secilit individ sot, që të qeveriset nga një qeveri që i shërben qytetarit. Unë shpresoj, si një promovues i drejtave të njeriut, si një promovues i demokracisë, si një promovues i luftës kundër regjimeve autokratike dhe diktatoriale, që populli i Iranit në një të ardhme të afërt të kenë mundësinë dhe të kenë të drejtën që të qeverisen nga një qeveri që ata vetë e zgjedhin për të mirën e qytetarit të Iranit. Në ndërkohë që kur flasim për Iranin edhe Izraelin, kur situata është me një pikë pyetje të madhe, më e qartë duket situata në Siri. Dhe ju pashi ishit ndër të parët që ishit u futët brenda teritorit të Siris, në thojza në Sirin e çliruar ose me ndryshimin e regjimit, me ikjen e Asadit edhe me ardhjen e forcave të reja. Ju pash bashkë me kolegun Blendi Fevziu në reportazhin të cilin e kishte realizuar ai, çfarë ka ndryshuar në fakt në Siri, me që ka pikpyetje të hapura, a janë përfaqësuesit e dikurshëm të cilët me një farë forme mbronin vijën terroriste të ISIS-it, të cilët ishin rikthyer në pozicione udhëheqëse, sa mund të rikthehet kjo dhe çfarë situate mund pasojnë në Siri, si mund ta shpjegojmë këtë, zoti Shehu? Unë jam drejtori i programit në Siri që nga viti 2012. Domethënë kam udhëtuar në Siri që nga gjatë 13 viteve të kaluara. Grupet që kanë ardhur sot janë grupet që rrjedhin nga një grup militant islamik që ka qenë i listuar si grup terrorist HTS, të lidhura me Al-Qaiden. Mirë, po me ardhjen e tyre në qeveri, kemi parë një disponim dhe një përkushtim që të fillojnë të ndërtojnë institucionet demokratike të përgjithshme dhe inklusive nga të gjitha grupet etnike dhe religjioze. Do të vazhdojmë të monitorojmë shumë afër përkushtimin dhe punën e institucioneve sot që qeverisin me Siri në 3 drejtime. I pari është përfshirja e të gjitha grupeve etnike dhe religjioze në proceset e vendimarrjes si në nivelin qendror ashtu edhe nivelin lokal. E dyta është parandalimi i riorganizimit të ISIS-it dhe grupeve tjera terroriste që të shfrytëzojnë këtë periudhë tranzitore të riforcohen dhe të rimarrin ndonjë fuqi politike apo edhe ndonjë terren të caktuar gjeografik. Dhe e treta është një trasim i një rruge të qartë drejt zgjedhjeve të para që do të ketë Siria në historinë e tyre.
për zgjedhjen e institucioneve të veta, shpresoj institucioneve të përgjithshme dhe transparente në linjë me standardet sot ndërkombëtare. Çfarë orientimi do të ketë Siria tash e tutje? Po gjithçka varet tani nga udhëheqja siriane dhe nga Po është në kontroll të botës perëndimore, po që botës amerikane edhe euroatlantike. Siria aktualisht, zoti Shehu. Me që rusët janë tërhequr me bazat, ndërkohë që ka ndryshim regjimi, nuk janë minoritarët ata cilët udhëheqen siç ka qenë Asadi, por tani do të ketë një lloj gjithëpërfshirje dhe ju do të keni një angazhim goxha të madh në këtë drejtim. Është një partneritet në rritje në mes të diplomacive dhe shoqërive demokratike perëndimore dhe regjimit të tashëm të Sirisë, që është shumë inkurajues. Mirë po siç thash, shumë çka varet nga të arriturat dhe nga performanca e regjimit të sotëm në ato tri fusha që i përmenda. Mirë po partneriteti është i dukshëm, serioziteti nga ana e regjimit sirian është i dukshëm, përkushtimi tyre të realizojnë këshilla dhe të realizojnë drejtimet të cilat janë qendrore për zhvillimin e një shoqërie stabile dhe të sigurt janë evidente. Kështu që për momentin mendoj që marrëdhëniet me qeverinë e re siriane janë shumë produktive. Po. Kjo ka shumë rëndësi. Do t'i referohem edhe asaj çfarë nuk e ka vëmendjen kryesore aktualisht, por dhe ka dytën në botë. Po e ka patur në vazhdimsi gjatë kësaj periudhe kohore vëmendjen e gjithë botës demokratike. Konflikti ose lufta Rusi-Ukrainë, që nuk është ndalur edhe më tutje, por që ka gjetur në një përqasje tjetër amerikane. Ju keni shërbyer vetë në Ukrainë dhe në fakt ato kanë qenë bazat e para të një ndryshimi në qeverisje, edhe në mindset, edhe në pikpamje dhe me një farë forme, aty nisi gjithçka çfarë po rezulton sot me luftë. Sa ka shpresë për një marrëveshje ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë me involvimin e ri të presidentit Trump, sipas pikpamjes tuaj, sipas këndvështrimit tuaj, zoti Shehu? Aspiratat e popullit të Ukrainës janë të qarta dhe duhet të respektohen. Ato aspirate janë që perëndimore që Ukraina të bëhet një nga shtetet në të ardhmen të Bashkimit Evropian, të qeverisura në mënyrë demokratike me standarde dhe principe demokratike. Gjithçka varet nga Putini dhe regjimi i tij. Në momentin kur Putini me të vërtetë dëshiron paqë dhe dëshiron ta njohë të drejtën e popullit të Ukrainës që të qeveriset vetë, me respektim të drejtave të njeriut të gjithë qytetarëve brenda Ukrainës, atë ditë do të ketë paqë. Mirë po, unë mendoj që Ukraina është vetëm fillimi i një tentative të rikthimit të regjimit të Putinit për shtrirje të ndikimit politik dhe ushtarak jashtë territorit, si pikpamje ekspansioniste. Absolutisht. Në gjithë Evropën lindore dhe pas edhe në atë perëndimore. Nëse i shohim përgatitjet sot të gjitha shteteve anëtare të NATO-s, ata marrin shumë seriozisht atë kërcënim. Kështu që Ukraina nuk është për Putinin qëllimi i fundit, është hapi i parë i shtrirjes jo legjitime të ndikimit të... Po qarë, po cili do tjetë roli Amerikan, për arsye se ekziston një lloj bindje, një lloj përshtypje, zoti Shehu, edhe me këtë përplasjen euro-amerikane që perëndimi ja ktheu shpinën Ukrainës dhe po sakrifikohet Ukraina eventualisht në një marrëveshje Amerik-Rusi që do ta bënte Ukrainën të coptohej, të ndahej, edhe pjesë si Luhansku, Donbasi, pastaj edhe pjesa e gatishmit të Krimes i takojnë Rusisë eventualisht. Ajo i takon negociatave midis Ukrainës dhe Rusisë në të ardhmen. Mirë po në baza, duhet të ndërtohet së pari baza e respektimit të vullnetit të qytetarëve të Ukrainës. Dhe pjesa e Krimes, pjesa e rajonit të Donbasit do të jenë pjesë e negociatave midis shtetit të Ukrainës dhe shtetit. Mendoj që administrata Trump ka momentin e ka vullnetin që të arrihet ajo paqë, sepse ajo nuk është paqë vetëm për Ukrainën, mirë po është paqë edhe për
gjithë Evropën. Me disponimin e tanishëm të Putinit, nuk shohim ndonjë disponim, ndoshta përparim, që ajti kthehet ide së krijimit të një ambienti që mundson një paqë të qëndrueshme. Pra pavarësisht të vullnetit të Trump, kur nuk ka vullnet të Putinit nuk mund të ketë marrëveshje, kjo i bie kështu. Po, ato e tha edhe vetë presidenti Trump. Nëse i referohem presidentit Trump, do dua një postim të tij për ta rikthyer pak vëmendjen këndej, me që ju jeni njohës shumë i mirë i politikës amerikane edhe i politikës jashtme, sidomos presidenti Trump tha Irani dhe Izraeli duhet të arrijnë një marrëveshje dhe do të arrijnë një marrëveshje ashtu siç bëra që India dhe Pakistani të arrinin në atë rast duke përdorur tregtinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, për cila arsye kohezion dhe kthjellësi në bisedimet mes dy udhëheqësve të shkëlqyer që morën shpejt një vendim dhe ndaluan. Po ashtu gjatë mandatit tim të parë, kjo është fjalia që ka marrë shumë vëmendje këtu, thot Serbia dhe Kosova ishin përfshirë në përplasje të ashpra siç kanë qenë për dekada me radhë dhe ky konflikt i gjatë ishte gati të shpërthente në luftë. Thot unë ndalova atë, në klapa thot Biden i ka dëmtuar perspektivat afatgjata me disa vendime shumë të gabuara, por unë do ta rregulloj përsëri. I referohet edhe pjesëve tjera, por do të ndalem këtu. Çfarë paralajmërimi, si mund të merret ky paralajmërim për Kosovën, zoti Shehu? Në dy nivele, në aspektin e kundër të një kundërshtive deklaratave politike midis dy partive, dy presidentëve, ajo i takon popullit amerikan, i takon qeverisë amerikane. Aty ne si Kosovë, si kosovar, nuk duhet të ndërhyjmë. Absolutisht nuk duhet. Edhe pse është ndërhyrë në shumë raste. Komentojmë. Tash në nivelin e dytë që ka na intereson neve si shteti i Kosovës për forcimin e shtetësisë tonë, për rrugën tonë euroatlantike, për integrimin tonë në NATO, për ndërtimin e një shoqërie prosperuese dhe demokratike, domethënë. Miqësia dhe partneriteti është rrugë dykoshe. Dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se cila është administrata e cila menaxhon, po ka vullnetin e ka votën e qytetarëve amerikanë që të menaxhoj, ne duhet jemi shumë të përkushtuar dhe të sinqert në partneritetin dhe miqësinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa i përket administratës, mendoj që kemi humbur shumë kohë dhe është koha tani që të bëjmë gjithçka që është e mundur që administrata amerikane, qeveria amerikane të merr udhëheqjen e procesit të përmirësimit të marrëdhënieve midis shtetit të Kosovës dhe shtetit të Serbisë. Ne po e shohim që bashkimi... A është ky një lloj paralajmërimi që Amerika do merr rol më aktiv mes Kosovës dhe Serbisë, apo është thirrje që Amerika ta bëjë një gjë të tillë në një moment kur në Evropë ka shumë pikë pyetje të hapura dhe ka shumë përqasje shumë më ndryshe? Po, nuk ma mërmendja që presidenti amerikan bën thirrje, unë po shpresoj... Jo, po thonë thirrje juaj në kuptimin që Amerika të merr si pozicion politike, kam fjalën. Kjo është thirrja ime pushtetarëve tanë, qeveritarëve tanë që të jenë më të përkushtuar dhe të gjejnë mënyra që të inkuadrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të marrin udhëheqjen e këtij procesi të dialogut. Mendoj që pa involvimin e drejt për drejt të SBA-s në procesin e dialogut, ky proces nuk do të shkojë asgjë kundi. Përkundrazi, koncesionet që i shohim ndaj shtetit serb, ndaj regjimit të Vučićit, nga shtetet e Bashkimit Evropian, janë shumë të dëmshme pozicionit dhe interesit të Kosovës. Zoti Shehu, nuk druani për një marrëveshje shembull të shpejtë që mund të bëjë, që mund të ishte një marrëveshje shembull me dëme. Po i hapim thojzat, mund të kthehen idetë e ndryshimit kufive, idetë të cilat më herët nuk është që kanë qenë krejt në tavolinë, dhe nuk është që krejt kanë qenë të përjashtuara nga administrata amerikane. Ndonë se jo zyrtarisht, asnjëherë zyrtarisht nuk është diskutuar, por kanë qenë të diskutuara në koluare edhe në pozicione shumë të rëndësishme. SBA-t kanë qenë përkrahasi, promovuesi më i fuqishëm i shtetësisë tonë, i shtetit tonë, i sovranitetit të Republikës së Kosovës, si një shoqëri multietnike. Domethënë, në ato negociata
kriteret bazë të pa negociueshme nga ana jonë, duhet jetë integriteti territorial dhe sovraniteti. Sepse në momentin e parë që ne lejojmë që ato të bëhen temë e negociatave, rreziku është, në pas të drejtës ndërkombëtare, që ne vetë mund të fillojmë të heqim dorë nga sovraniteti dhe integriteti territorial. Kështu që nuk i frigona mundësisë së Kosovës të vendos kriteret bazë të përmirësimit të marrëdhënieve. Këto biseda dhe njëherë janë biseda të përmirësimit të marrëdhënieve në mes të dy shteteve, shtetit të Kosovës dhe shtetit të Serbisë. Mirë po, në anën tjetër, gjithashtu duhet të gjejmë rrugë që dialogu me Serbinë për përmirësimin e marrëdhënieve midis dy shteteve të mos na parandaloj, të mos bëhet pengesë e proceseve që për neve janë shumë më me rëndësi, procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe procesit të integrimit në NATO. Ju keni parë materien dhe substancën e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Sa shihni të mundshme që administrata Trump t'i përqafoj këto marrëveshje të arritura në të kaluarën, apo e shihni një perspektivë tjetër që mund të hapet një ide për një zgjidhje krejtësisht ndryshe në rrafshin e tregtisë